Covid dhe viroza në Shqipëri, mjekja, simptomat zgjasin disa ditë. Vjeshta ka hyrë me një qarkullim të dendur të virozave respiratore dhe Covid. Problemet me rrugët e frymarrjes dhe ato të traktit tretës kanë bërë që shumë të rritur, por edhe fëmijë, të kenë nevojë për ndihmën e mjekëve, të familjes dhe atyre pediatër. Simptomat kanë qenë ato të një viroze me temperaturë, me dhimbje fyti, me koll dhe sekrecione, thot mjekja Blerta Berberi. Infeksionet e traktit tretës janë ato që mbizotrojnë më shumë. Shqetësimet gastrointestinale kanë variuar nga 3 ditë. Kemi patur pak raste që kanë zgjatur deri në 5 apo 6 ditë, por që gjithsesi janë menaxhuar me sukses, thekson mjekja. Infektimet nga Covid janë gjithmonë prezente, por me simptoma më të lehta që zgjasin 2 deri 3 ditë. Predispozojmë edhe testet e Covid-19 dhe për çdo pacient që është i dyshuar, kryejmë testet për të vënë një diagnozë sa më të saktë. Grup moshat më të prekura janë ato aktive për punë. Pacientët me probleme respiratore predominojnë moshat pediatrike, ndërsa me çrregullime të traktit gastrointestin kemi pasur edhe mosha pediatrike dhe të rritura, ka thënë mjekja. Mjekët këshillojnë të shmanget vetëmjekimi kur temperatura është dominuese dhe qëndrimi në ambiente të mbyllura, ndërsa të sëmurët kronik marrin dozën e vaksinës së gripit.